Dekretimi i Konjufskës nga presidenti Osmani ka ngritur debate politike dhe juridike. Partitë opozitare, përfshirë Lidhjen Demokratike të Kosovës, kanë kritikuar vendimin duke quajtur të njëanshëm dhe duke krahasuar procesin me një monarki ku mandati trashëgohet nga një individ te tjetri. LDK-ja ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje po zvarrit afatet kushtetuese për shkuarje në zgjedhje, ndërkohë që njohuesit politik theksojnë se partia nuk ka dëshmuar mbështetje reale nga partitë e tjera për formimin e qeverisë. Sipas kushtetutës, për dekretimin e një mandatari duhet të ekzistojnë disa kritere, përfshirë deklarimin publik të një partie që mbështet kandidatin, një marrëveshje koalicioni e dorëzuar me shkrim ose mbledhja e të paktën 61 shkrimeve të deputetëve. Në mungesë të këtyre kritereve, njohuesit thonë se presidentja do duhet të shpallte menjëherë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Konjufska ka kohë deri në 19 nëntor për të prezantuar përbërjen e qeverisë dhe për të kërkuar besimin e kuvendit. Nëse lëvizja vetëvendosje dështon të sigurojë shumicën, procesi parashikon shpadhjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme që do të organizohen brenda 40 ditëve sipas kushtetutës. Përllogaritjet tregojnë se votimi nuk duhet të mbahet më herët se 21 dhjetori dhe jo më vonë se 4 janari i vitit 2026. Situata reflekton një ngurç politik të thellë ku lëvizja vetëvendosje duhet të gjejë partner ose të pranojë kalimin në zgjedhjet e parakohshme, duke vendosur sërish qytetarët përballë një procesi elektoral të paparashikueshëm dhe të shkurtër në kohë. Në këtë kontekst, përplasja mes presidentes dhe lëvizjes vetëvendosje si dhe mosdakordësitë mes partive parlamentare rrisin presionin për një zgjedhje të shpejtë dhe të lishme për të shmangur bllokimin institucional dhe pasigurinë politike në vend.